Unë I takoj një gjenerate djegut, kështu t'i thosh. Lost generation, a? Jo se sistemi I kohës ka pas 2-3 gjenerata para neve shka nuk na leshin shqip mësojmë, I kthejnë shkollat maqedonisht. Kur erdhi gjenerata ime, edhe ne dushte për vitin e 2 edhe 3 maqedonisht, po ne fillu me demonstrata, me protesta, me sende, edhe vitin e 4 shkollës mesme, vitin e parë kemi qenë 2 paralele 80 nxënës, vitin e 2 ngelëm veç 30 nxënës, edhe deri vitin e 4 u shli komplet gjenerata, ne mbetëm vetëm 6 vetë edhe ne na përjashtu, se jërë, edhe shkum në Ferizaj e krytën shkollën e mesme. Do me thënë gjenerat e luftrave, e problemeve, e demonstratave? Tash, ka, po, shqyqyr mas neve u ndryshun sendet, u këthim prap shkollat Shqipësi, ishim ma para, edhe shumë sendet ndryshun, gjithë qodit që tash unë e krasim sot me atë ko. Po tash me ndonë të kthehesh atëherë kjo pyetja e zakonshme që e bëj? Tash, andër e kom. Unë prej ditës parë, kur shkuaj atje, ku thonë, okej, do rrit, livet prandej, edhe ndoshta kjo pasiviteti im lidhet macën kur shkova e kisha një farë plani, thash do pauzoj me muzikën 1 vjet e gjys 2 edhe mas andej do aktivizohem. Unë fakt u aktivizova atje me studion, po për vete kom punu fort pak. Ma shumë jo marrë me tjerët, me kolegët, me sen. Për ndryshe arhivën e kam plot me këngë, po qëtash... Të bëjmë një koncert së shpejti. Së shpejti. Së shpejti dhe besoj që publiku mezi të pret.